në fshatin ose kyll të komunës së Gjakovës, këtu tek familja Gashi, pra të Zymer Gashi, i cili ka fermën e deleve, dhe të shohim se si nis dita në këtë fermë dhe gjithë punën që ai bën me delet e tij. Faleminderit shumë për kohën. Mirë se një ardhë. Mirë se ju gjatëm. Është kënaqësi gjithmonë me vizitu fermar edhe me pa punën e tyne, sa me përkushtem edhe me kujdese për kafshët. Faleminderit shumë, edhe po bëni mirë si po vini. Mile me ditë që jem gjallë kur na nuk jem. Po. Atëherë zotëri Zymer, tregon pak a shumë për fermën tënde, që sa vite e ke, do të thënë nga ka ardhur krejt ajo ideja për me fillu mu marrë me tregtori. Me vite brezmas brezi kem këtu. 4 gjëshe bab gjëshe babe, unë tash me tu. Qështu. Po, edhe do të thënë me sa numrin e tyne ke fillu, tash sa është? Tani herë kem pas me tu pak ma shumë, pak ma pak, qështu. Që shke mujtë mundësit mi maj. Po, sa është numri tani për tani? Tani delet e kingjat janë 100. Qështë? Po, nga 100. Po, do të thënë ti, më herët e tregove që janë marrë krejt partë tu, po ti, do të thënë, je shkput një kohë, Po. edhe të tregoj me arsyeën pak a shumë pse? Kom tentu 2 herë, janë 2013, kom tentu, ju kom në Evropë 6 muaj, nuk kom mujt prap, ju më këthy prap i kom bon, edhe prap i kom hek para 2 vjete, deri në 10 sopa, edhe s'kom mujt. Unë shku në Zvicër me letra me kret, prap i marrë më këthy në Kosovë. Po. Nuk kom mujt pa to. Do të thënë atje në Zvicër kur ke jetu ke bo një punë krejt tjetër. Krejt tjetër. Edhe do të thënë krejt mendjen e ke pas në vendin tonë vendlindje edhe të njëjtën kohë mu marrë edhe me Gjumin tregtorin. s'kom mujt kohën e mram, qas më kapi presione asishne, gjumin ndishin nongar. Vru që isha, ku këshësha në Zvicër, kishëm të tu. Atë ka roa ndonjëherë me vizitu në ndonjë fermë atje në Zvicër? Po, nuk më isha mirë, po. Funksionan pak a shumë? Po, jem konë, po atje krejt tjetër sistem, krejt tjetër tradit. As nuk më isha mirë, po, delet e tyne. Se po me Unë tjetër deles mi moj, po si t'laj. Po, këtu janë autoktone, do të thënë tonat, edhe nështë atje ka qenë krejt sistemi ndryshe që shefete, po nështë është vlerësu ma shumë fermere, nështë ke pa që kanë një jetë pak ma ndrysha. Po, atje vlerësuhet, edhe kanë toka kanë ma shumë, vlerësuhet për shtetit, i kanë ndimat e shtetit, se kingjat edhe delet ma shtrajnë të bojnë të na në Kosovë së në Zvicër. Të na 2 fish është çmimi i deles ose i kingjit së në Zvicër. Po atje shteti ju ndihmon edhe kanë toka ballë. Po ata nuk i kqyrin si na. Ata i nshojnë edhe të ditën smirën me to. Kanë livadën tela trym si loj. Këto s'janë lum tela trym këto. Po s'ke me to me shku të ditën me krut mirujt. Në s'po punë. Po, që tregojmë që tash është ora 10 edhe do të thënë delet në këtë kohë liran, apo si funksionon, si nis dita në fermën tënde? Kur zgjohesh, me çka ju shtan? Tash në kohën e pranverës ka ende papjell. Qohëm në gjesë herë, si të qohëm drejt e në shtallët e këtu. Mos ka pjellë në një me këshyr, edhe këshyrim në kenë që mojmë që a kemë në një për me mojtë. Janë mirë edhe i lojmë apet qeta deri në ora 11. 11 i nshojmë fushë. Po, edhe gjatë ditës dhe më thanë që ndran me to, apo... Tash për momentin deri në ora 5, 4:45 i bim të shtëpia. Se ala është pranverë, ala ftaf pak. Po. Kur erdhe nga Zvicra, fillove themi gjithçka nga zero përsëri. Ndërtove fermën me forca tua, do të thënë. Fermën e kom ndërtue më herët. Fermën e kom ndërtu. Delet të dofta pet për numit vogël me fillu apet prap. Po nuk lojnë të arë të ble, nuk lojnë apet me rrit numrin, po. Unë me rrit numrin e rriti me racat ndryshme. Po, racat ndryshme. Po me qëtë racë, veç ku i kom shrit atë 2, 3, 5, 10, 20, po du të më shku tash mi marë mallin ta mi mledh një atë, për me bo apet. Racën, po. Çka ka të veçantë kjo racë? Kjo ka të veçantë, është shumë interesante kjo racë, se kjo racë është shumë del me e furt. Kjo e mbjeton natyrës në të në mënyrë. Edhe është racë se mohat pa ta gji. është racë që ka të qonë shumë. Ka leshin e mirë, edhe është racë shumë e furt, barsohet me rregull. është racë që nuk i nevojë mi mbajt kingjat kur të lindin. është që racë e furt shumë, rrallë nështë ai qenë copa me lind 2-3 mund është mi mbajt. Tjera tesh, është racë shumë e furt, i dojnë kingjat shumë, tomën kanë shumë. Po, e bën shitjen e qumshtet, do të thënë leshin, çysh funksionon? I vetëm i leshi nuk shkon. Qumshti, djathi, kosi, krejt janë me porosi. Veç aki.
Janë çmimet e mira? Je i kënaqur? Çmimet Apo janë- shkojnë kështu më shtrajt? Vallai, unë jam i shtrajt pak. Jam i shtrajt, po dhe ja vlen. Po, se Ja vlen shumë. Tash ma vonë keni me shini vetë e shjeni kohë si tyne që është. Ose edhe djathi, se është ndryshe është. Po. Kur është nështë ajo koha që bëhet përgatitja e djathit, koset? Me këto fillojmë herët, se këto kingjat nuk mu i pinë, du të mi mjel. Që një muj kom fillu të i mjel. Në mund që i muj dhe të kom fillu kostëshi, me përësi. Sa e ke për krajen e familje Zymer? Mire kam, në full. Cili ka qenë është një moment shumë i vështirë, nështë edhe pjesa kur je këthy prej Zvicrës, ka pas një moment që nështë ke do është me ndryshu diçka? A di që shumë jam i tip pak se të vetë, e kom rëzime m'hi gratë dhe thëmija. Se ku ka njem djelë mi kanë thonë të mjelshin gratë e të rujshin thëmija. E kom probleme m'hi kusht të vetë. Që të është. Po, të të mëtan nuk i shikon askush si ti? Ja, nuk e kem kështu si traditë që ashtu unë dhe bavgjyshi. Shumë rëzi e kem pas marrë. As mi mjeli, veti mjeli. Më kom mimi të sopa veti mjeli. Nuk e lomë me mimi të vetë kërka. E kom shumë rëzi. Amo kështu, besoj që të mbështesin çdo aspekt që po, normal, ato mi punu. Dan me ndryshu diçka të ferma. Po, normal. Sa i përket nështë për krajes të institucioneve tona, komunës, ke mbështetje për tyre? Jo. Nështë me subvencione apo? Me subvencione për momentin e kemi 25 euro, po ma shumë nuk tentojmë se duhet dokumenta shumë, edhe gjithmonë për fat keq, këtu në Kosovë, e fiton ai se ka as i punë shpe. Nuk e fiton grondin ai si ka ljob, dhan ose dhij, po e fiton ai si nuk e ka as i punë. Se që ashtu, si shteti na met për momentin s'kem qa bojnë. Kështu si nuk i na marrë me fitu gronde, e kum bo shtallë me kom 30 metra me 6, kështu si i kom thonë falemindesh vetes. Po. Dëmë thanë, fermën të dënë me rritë numrin e tyre, po është kapacitet ka, dëmë thanë, ferma mbranda për një numër matë madhë? Fermën e kum bo për 150 copa. 150 copa e këshyë edhe vetë, s'kam nevojë për ndimin askuj. Po sa i përket fuqisë punëtore? Fuqisë punëtore është shumë Çka mendon këto në Kosovë? Dopt është. Vendin tonë, është në këtë fshat, themi, a je i vetë me ti që ke fermë, kanë arrit me mbjetu edhe... Po me zarë, shumë me vështërësia, shumë. Se me ndonë? Po, aty që kanë... Cila është një arsye që nështë edhe trinë tonë nuk është që dojnë me punu lektorin, mu marrë me bujqësi, me punu tokën? Na me tokë s'kem punu kërë. Na me delet, edhe nuk kem nevojë mu marrë me tokë shumë. Pse se qëto e ka jepë qeveria. 100 copa bojnë 2500 euro, t'ja merr edhe sonë, edhe ta gjinë me dasht, edhe kashtën jam siguron, kështu se s'ki nevojë heq me punu tokën, mu lodhë. Po, për ata që kanë shumë, dëmë thanë, hektar tokë, ata pëse mos me punu dhe mos me lonë djerin një farë mënyra, se vendi jo kështu përbaran, theme. Tokën kush e ka dhe ku ka vendin e mirë, është gjina mos më punu. I lëmi aj si punar. O shumë gjina mos më punu toka. Ku është toka mirë, po tezi mirë. Po për kafsht, pëse me ndonë që nuk dojnë me... Qka ka diçka nështë atë fështirë që do të mu kujdes për to, që lypin shumë për kushtem? Vallaj, këtu dekas dasëm, s'kam që të ishin plesht për para. Këtu duhet 24 orë u marrë me to, për mi dasht dhe mi pas të mira. Për nështë i mund është mi majtë numër, është okej, ose mi jam shu një punëtor, ose i roktar që shtu jem në shpinë, edhe mos u marrë me to. Po, ashtu nuk ja vlen. Po si rujt e vetë, këtu je dështim. Po, ka pas në një moment që është dasht me intervenu ndë një smundje, që nështë është dasht dhe me veterinar, apo kujdes është vetëm, më një kemë su gjitha ato njëri që lypet për dela. Kjo shkon pak edhe me t'leni, nuk shko me shkollë. E ka kuptat, se kjo shkon pak me t'leni, me zanjat, me gjak shkojnë të sene. Unë jam doktor vetë për to. Nuk ka nevoj raste, s'ka mjeki që lyp këtu heq në ferë më martë, kur i herës nuk ka arë. Nuk ka mjek krejt i vakcinoj vetë. Kur është nështë ajo koha që do të me i vaksinu, apo... Unë i vakcinoj në pranverë, në prill, edhe i vakcinoj në shtator. është për 7 smuje, një këtësia, i vakcinoj. E atër është për kom, për më smjodhim kom, të është një farë makrovili, i ndoshëru pa të kingjav. Këto i kumë pru, pa i pru mjek të në Kosovë i kumë pru une. Edhe ja kumë propozu për merve edhe ta shenë të knasën shumë. Qëka ju kështë thanë është ta fermarve për me pas një sukses të mirë në fermë? Ai si i këshyr vetë, ai ka shumë rregull, i ka mirë. Ku nuk i këshyr vetë, do të vëndajt mjek 24 orë të tu. To pastërtinë e dojnë, llojsi nuk e dojnë. Po,
Do më thanë kjo është edhe nështë ajo pjesa që ti i ki të shëndetshme për shkak që i mban mirë. Po, ku e janë shëndetshme, do mund s'ki probleme. Qysh bën me undi nështë a fakti që tash je në Kosovë, je në vendin tënë edhe zgjohesh mëngjes edhe del edhe i liron delet, rën me to, qëndron me to. Qëre, çdo person, çdo njeri, si është që ka falë Zoti e ka një ndjenjë. Unë e ndjej për to. Këto problemi, se e ndjej. Po, ti si gazetare e donë, se mos me dash këtë punë nuk e bën. Edhe në mos mi dash, asnjë nuk e moj. Sa për parë, për asnjë nuk e moj mra. Mos mi dash. Po, të njëjtën kohë fitimet janë të mira. Fitimet po. Tash po thojnë në hyp pak çmimi ty në po, edhe çmimi se janë të tjera në hyp. Sa e shet në shtani dele, në shtanë kone sezonave, kështu të festave? Ja, në kom sezon, unë i kom 12 mujt vitit, i kom qit në veç mi u të regu njerëzë, vini marrën. Këto 400 nërë është delmja ma lira. Ma e lira? Po. Kom shit 1600 ma shtrajten, kom shit 1700, kom kërkesa prap. Shka atyre që mendojnë që i ke shumë të shtrajta? Ja, dhe qësh. Ose le të vinë, le t'i shikojnë. Ku të foli, në këtë intervistë për dikon këtë në që është balona, Ferrari, e ka kuptan. Po, a i se din që a delmja, a e kuptan, po. Dhe më thonë është, ka komente pozitive, negative. Po, ku nuk e din që a është, pa mi mësë me folë. Kështu se ata që kanë ble, din mas mirë që a kjo. Po, unë shumë falenderoj që i ndave këto, shumë falimderit. Falimderit, edhe për juve.